Ti kthehemi pra një temë tjetër të cilën kemi, apo temën e tretë që kemi për sonte, për protestat në Serbi. I pat të shtunë protestat në Serbi? Po, sigurisht. Çka mendoni se është shkaqet të cilat reale të cilat kanë nxit këto protesta kaq masive? Shkaku real për mendimin tim janë mënyra si u bën zgjedhjet para një viti e gjysmë. Ishte një vjedhje e hapur e zgjedhjeve, duke sjellur votuesit nga Bosnja, nën sytë e të ashtu quajturve ndërkombëtar kryesisht europian që le ta lejojmë Vučićin ta bëjë dhe këtë gjë pavarësisht se është e pisët kjo gjë që po bën, po mjafton që Vučići mos na ikë me Rusin. Dhe ja ka popullin e vet kundër. Mund të ketë siguruar koncesione nga burokratët e Brukselit apo nga politikanë caktuar në Perëndim, por ka vënë popullin e vet kundër. Pse? Sepse shkoi dhe i volli zgjedhjet. Do ndodhte diçka dhe ja ku do dalin. Dhe unë jam i bindur që Vučići është i detyruar po vazhdo kështu ta dozhoj pushtetin, s'ka ku të shkojë. Ai tha se mesazhi na ka arritur. Kur pa kaq Së qartë, duhet ta kuptonte kur mori Beogradin me 50.000 votues nga Banja Luka, kështu do përfundonte. Pritej diçka pak më e madhe nga kjo protestë. A mendoni se i dha ato frytet e saj? Shiko, ne shqiptarët duam për t'i arritur qëllimet të cilat i kishin vendosur? Ne shqiptarët, po na lesh ne shqiptarët ne duam që të shohim që të vritem me njëri tjetrin atash, bëjnë luftë civile, sidomos ju në Kosovë. Por do jemi realist. Kjo është një protestë e cila tregon që ka shumë qytetari në Serbi dhe që i kërkon me çdo kush qeverisë së Serbi, që i ka vjedhur zgjedhjet e fundit, që të largohet edhe të bëjë zgjedhje të reja. Kaq e thjeshtë. Liderët e protestave, kush për studentët që vrojnë dikush tjetër? Si ka, sepse kush bëhet lider? Protestat gjithmonë prodhojnë leadership.